Dhe nëse zonja Balluku vërtet ka një betim kushtetues përpara parlamentit ose presidentit, por mos harroj që ministri është cilësuar si një post administrativ nga pikpamja një, sepse ministri ashtu si nuk ma përgjegjësi për tenderat, ashtu si nuk ma përgjegjësi për të gjitha veprimet, sepse këtë po diskutojmë ne. Jo kur ne na intereson themi që ministri po mban përgjegjësi për tenderat dhe kur sa intereson s'ma përgjegjësi. Tani duhet ta ndajmë këtë. Dhe gjykata kushtetuese, unë mendoj duhet t'i japi një zgjidhje shtruese nëse do ta pranoj dhe ka objekt kjo kërkesë e kryeministrit. Pra, ta zgjidh një herë dhe përgjithmonë nëse ajo dispozita neni 242 është valid apo duhet shfuqizuar apo duhet shtuar dhe saksuar dispozita me një paragraf tjetër. Kështu që unë i këtij mendimi jam, gjykata kushtetuese do t'i japi një zgjidhje. Por unë jam i mendimit që vazhdoj them që ministri është funksion i emëruar pavarësisht se ai bën një betim te presidenti apo më pas nga parlamenti e kështu me radhë. Çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Belinda Ballukut me dërgimin në gjykatën kushtetuese, është duke mbrojtur edhe veten e tij Edi Rama që të mos merret së bashku nga Belinda Balluku? Po. Kjo është pjesa tjetër pastaj politike. Unë mendoj që politika është moral, padyshim që morali lidhet edhe me drejtsinë, kuptojeni. Sepse është një rast unikal dhe mund të jetë precedent, madje do futur dhe në literaturën e jurisprudencës, që një ministër nën hetim nga prokuroria i marr i pandehur tashmë, por edhe nën hetim për vepra të tjera penale, se është në hetim për tjera vepra, kryeministri nuk gjen rrugën më të shkurtër që ta shkarkoj ose ministri vet të dorëhiqet, por vazhdon për të kërkuar teknikalitete juridike për të qëndruar detyrë. Pra, nuk ka ndodhur akoma sot në ndonjë vend demokratik, se në diktaturë se në diktaturë s'ekzistojnë këto, që ministri të hetohet, të merret i pandehur dhe të vazhdojë funksionin. Nuk ka ndodhur më. Dhe kështu që unë e shikoj këtë të zotit Rama më tepër si një prik, një shantazh që i bëhet nga zonja Balluku, se sa një dëshirë e tij për ta mbajtur atë në detyrë, sepse gjoja gjykata na paska shkel ligjin e bla bla bla. Unë mendoj se padyshim politika është moral dhe në Shqipëri ka humbur morali, jo në politikë, por në çdo aspekt të jetës njerëzve, dhe si humbje morali në këtë shoqëri vazhdon të reflektohet edhe tek ministrat. Kështu që unë them se zoti Rama po ndjek një rrugë, mund të themi të gabuar, nga pikpamja edhe ligjore, por edhe nga pikpamja, nga ligjore po bën mirë sepse sakson një herë për gjithmonë këtë histori, por nga ana, përsa i përket nga ana morale e qeverisjes, po ndjek një rrugë shumë të gabuar dhe do sjell një një precedent shumë të rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga çdo qeveri që mund vit pas zotit Rama. Edhe pse ti mund të jesh hetim, edhe pse ti mund të jesh dënuar në shkallën e parë, jo thot ai, kur unë dënoj me formë të prerë do ta lë detyrën e ministrit dhe do shkoj në paraburgim. Po mirë, tani, jo t'ja është kjo. Të kthehemi tani ne tek për çfarë po ri zoti Melia në paraburgim. Sepse presupozohet që bashkëshortja e tij ka përfituar historinë e kësaj natyre. Dhe porri është arrestuar ai individi. Është arrestuar ai. Zoti Meta gjithashtu. Po çfarë porri? Për akuzat viteve 2009. 2009 o 2009, po. Se historira të natyrës që do t'i bëj publike më pas. Dhe porri në paraburgim që s'ka asnjë lloj funksioni publik, nuk prish prova. Zoti Beqa apo Lefter Koka apo të gjithë këta me radhë. Kjo duhet të rritë dhe në detyrë të vazhdoj të shkojë në zyrë, që ka mundësi të prishi prova ati të bindoj dëshmitarët të largohet e kështu me radhë.
Kështu që unë mendoj që Edi Rama po vendos një standard shumë të rrezikshëm, po shumë të rrezikshëm që do jetë një precedent që do përdoret më pas dhe nuk do ta çajë njëri më kokën. Për sa i përket korrupsionit. Zoti Cakrani, dhe i pyetja e fundit, a mund të bëni një projekcion duke parë gjithçka që ka ndodhur deri më tani me kryeministrin Edi Rama, përfshirë dhe rastin e Belinda Ballukut, se cili do të jetë fati këtyre dy personazheve politike, por edhe qeverisës të vendit, ku Edi Rama nga një anë ka dosje siç është ajo e Charles McGonigal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por i përfshirë, po themi indirekt, edhe në rastin e sankcionimit të familjes Hysa si bashkëpunëtore e kartelit Sinaloa nga administrata Donald Trump, ndërkohë ka dhe këto çështje të tjera sa i përket varësve të tij që s'pak po ja merr një nga një. Shiko, do të kuptojmë diçka. Kush kupton nga gjeopolitika, nga politika e kështu me radhë, qeveria shqiptare, jo shqiptare, qeveria shqiptare, e kryesuar nga zoti Rama, që prej janarit të këtij viti nuk ka më asnjë kontakt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ka pikën e kontaktit. Që do të thotë që qeveria e drejtuar nga presidenti Trump e Shtetet e Bashkuara i ka prerë çdo lloj marrëdhënie me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, me Këshillin e Ministrave. Më thoni mua ju, në këto po vemi 10 muaj, gjysmë 11 muaj që u ka ardhur Donald Trump, çfarë vizitash ka patur këtu në Shqipëri? Nga zyrtar të nivelet larta në mesma botulët. Një rast më gjeni që ka ardhur, ka takuar këtu si më parë që vinin, takonin kryeministrin, takonin ministra dhe ne na thoshin ne shqiptarëve sa të lumtur jeni ju. Më gjeni një rast vetëm. Kjo vërteton dhe një herë që qeveria e Shtetit Bashkuara të Amerikës e ka shkëputur çdo lloj marrëdhënie me Edi Ramën. Nuk është gjë e mirë padyshim, nuk është gjë e mirë padyshim, por kjo ka një, për mendimin tim, modest, se unë jam nuk jam politikan, them që dhe besoj që ata janë dhe kanë informacionet që qeveria e zotit Rama ka lidhje me element komprometus, korruptus, po pse jo dhe kriminal. Dhe kjo është vërtet që ka mbyllur dyert për zoti Rama, por ka krijuar edhe një hutim tek opinioni publik, sepse nuk po shikon më atë SBA që ishte shumë aktive në Shqipëri. Dhe kjo për mua është një këmban alarmi për ata që kuptojnë dhe duan të bëjnë politikë në këtë vend. Dhe askush nuk flet dhe nuk arrin të analizojë të gjithë këtë moment. Kështu që unë mendoj se zoti Rama i ka larë hesapet me Shtetet e Bashkuara, e ka mbyll kapitullin me administratën e SBA-ve, pavarësisht se ai shkon takon Melonin për të ndërhyrë te Trumpi, apo takon emirin e Katarit, mikun e Trumpit për të ndërhyrë te Trumpi, po unë mendoj se zoti Rama këto lëvizje të tij po më shumë po e dëmtojnë atë vetë se sa po ndihmojnë atë për të patur qoftë edhe një marrëdhënie të niveleve të fundit me Shtetet e Bashkuara, me administratën e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë mendoj se zoti Rama me amerikanët e ka mbyll historinë, paktën me administratën e zotit Trump. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve dhe shpresoj të kem qenë sado pak shtërus në ato që kam pyetjet tuaja. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.